Natyrisht se për përdorimin e drogës në fund kur të analizohet mirë atëherë nuk kemi kujt na ja drejtojmë gishtin, për arsye se kjo është një fenomen tetë i përhapur edhe këtu në Ballkan, e shumë a shumë penson në shtetet e BE-s, që është numër më i madh edhe te moshat shumë t'ulta, por sido që tjetë, ky fenomen është rrit me shpejtësi, menoj si një dukuri e cila vjen me inercion prej BE-s ose shteteve të Evropës. Natyrisht se triton përpiqen të përcjellin trendet, si ato për smiri e disa prej tyre edhe për skensti. Në këtë rast, ky është problemi si është reflektuar te na. Muj me dërtu gishtin sepse jemi të ballë të larmë që duhet ndërmarrë diçka në parandalimin e përdorimeve të drogave. Strategjia nacionale e drogave e cila është aprovu vitin e kaluar, duhet me gjetë zbatim sepse ato janë shumë mirë të sipas planit veprimit që duhet institucionet në përgjithësi, por edhe ne si organizatë që merren me këtë problematikë të marrin përgjegjësi tona që të përpilojmë një program gjithëkombëtar për parandalimin e përdorimit të drogave, specifikisht tek të rinjt. Natyrisht shkollat janë këtu në fokus për arsye se pjesa më e madhe të rinjve janë në sistemin shkollor.